Studentët e degës infermieri të përgjithshme në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit kanë protestuar këtë të mërkur duke lënë mësimin nga ora 9 deri në orën 12 për emërtimin e degës së tyre. Në një peticion të firmosur nga të gjithë studentët e 3 viteve akademike, ata i kërkojnë Ministrisë së Arsimit ndryshimin e emrit të shkollës së lartë profesionale në fakultet. Sipas tyre, ndryshimi kërkohet për të mos pasur dallime me diplomat e studentëve të tjerë të infermierisë në universitete të tjera në Shqipëri. Kemi bërë një peticion drejtuar rektoratit lartë para 2 ditësh, të gjithë studentët e infermierisë, për të shndërruar nga shkolla e lartë profesionale në fakultet. Dhe nga rektorati kemi marrë përgjigje pozitive, është çuar kërkesa në Ministrinë e Arsimit, ku do të quhet jo fakulteti i infermierisë së përgjithshme, por do të quhet fakulteti i shkencave të aplikuara dhe nga infermieria e përgjithshme. Me këtë emër do të thonë fakulteti i shkencave të aplikuara do të bëjnë pjesë edhe degët tjera, 8 degët tjera 2 vjeçare. E kërkojmë këtë gjë, do të thonë, nga Ministria e Arsimit që të marrin sa më shpejt e jetë e mundur vendimin, sepse edhe një semestër kemi dhe diplomon studentët e parë tuan LD-s. Dhe nuk duam që në diplom të shkruhet shkolla e lartë profesionale, por të quhet fakultet, sepse nesër kur të dalim në tregun e punës do jetë disi e vështirë për ne, sepse shkollat e tjera në Tiranë, për shembull në Elbasan, çfarë përfshi dega infermieri, do të thonë quhet fakulteti i infermierisë. Në rast se përgjigja që pritet të vijë nga Ministria e Arsimit do jetë negative, studentët thonë se do të përdorin forma të tjera demokratike për kërkesat e tyre.